Shtepja e Ciftit Elli tashme është totalisht e përfunduar. Ata kanë gati 3 muaj që kanë hyrën në apartamentin e tyre të bukur. Ky apartament ka një sipërfaqe prej 115 metra katror, ku Kiara shprehet se është e mjaftueshme për një familje të vogël me 3 pjesëtar. Shtepja është e punuar në detaj, çdo gjë sipas dëshirës së Kiarës nga arkitekt dhe dizajner të talentuar, ku nuk kanë bërë vetë punën, por një mrekulli të vërtetë të realizuar duke ndërthurur elegancën me modernen. Janë 2 stile kaq të veçanta, por nuk kanë harruar dhe pjesën e preferuar të Luizit, e cila është në balkon. Kombinimi i ngjyrës jeshile me bimesi e bën Luizin që të jetë i relaksuar, dhe vendi ku ai qëndron shpesh kur është në shtëpi dhoma është komplet me veshje, letër murale dhe punime gipsi me mozaik allësie në pjesën e sallonit. Çdo gjë perfekt, një televizor i madh, tavolina kundra bufeja janë të kombinuara disa ngjyra që përputhen me njëra tjetrën. Kiara ka dhe një kënd tek galerive, të cilin e ka të personalizuar të parfumeve, bijuve e kremrave. Çdo gjë duket kaq perfekte, por mos të harrojnë dhomën e lunushit, e cila është super cute, e po ta gëzojnë shtëpinë e re e të jetojnë të lumtur. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.